Ditën e sotme maturantët kanë përfunduar provimin e 4 dhe të fundit të maturës shtetërore 2025, atë të lëndëve me zgjedhje. Sipas maturantëve, lënda që kishte më shumë vështirësi ishte ajo e psikologjisë. Ata shprehen se pyetjet e provimit ishin për një nivel mbi mesatar, ndërsa për sa i përket studimeve të larta, pjesa më e madhe janë ende të pavendosur për degën që duan të studiojnë. Unë si lëndë provimi me zgjedhje, zgjodha psikologji dhe qytetari, sepse jam më shumë e fokusuar tek profilet e shoqërore, të shkencat sociale. Ende nuk kam një mendim përfundimtar që të them se ku do shkoj, por një profil shoqëror do t'jetë me patjetër. Teza ishte mesatare dhe le të themi pak më lartë, sepse kishte nevojë për vëmendje shumë të madhe te kërkesat që t'i lexoj me kujdes, por që unë arrita t'i bëja të gjitha dhe besoj se kam dalë shumë mirë. I vështirë për mendimin tim, po do me thënë, testi biologjisë tanë që ishte më i lehtë se i psikologjisë, por që nuk e di. Nuk e di si kanë dalë të tjerë, se s'kam folur akoma, por që për mendimin tim ishte i vështirë. Unë zgjodha biologji, psikologji, teknologji dhe sociologji. Dua të studioj në infirmieri për në Korçë. Lënda që kisha zgjedhur unë ishte biologjia, sepse dua të studioj për mjekësi. Dhe që të them të vërtetën, provimi ishte vërtet shumë i thjeshtë, niveli ishte mesatar, domethënë kishte pyetje për notën 5, 6, 7 deri në 10, por që përgjithsisht dolën mirë. Zgjodha domethënë lëndën e matematikës, sepse më pëlqej shumë si mësime, si të tëra, i kam qejf shumë ekuacione, këto teoreme Pitagorës, edhe them ta vazhdoj në Tiranë. Ky proces ka nisur në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30. Gjithsej në qarkun e Korçës kanë qenë rreth 1838 maturantë, të cilët kanë përmbyllur me sukses të 4 provimet e maturës shtetërore.